Adri, mirë se erdhe, faleminderit shumë për kohën. Mirë se gjeta, unë me mendje zemër jam aty te protesta faktikisht, po. Të lutem, dua të shfrytëzoj minutat që kemi në dispozicion për të diskutuar nëse kësaj here qytetarët e Kosovës do të diskutojnë apo do të arrijnë të marrin një verdikt, do të arrijnë të ndryshojnë numrat për ta nxjerrë Kosovën nga kriza. Kjo gjelet për të parë dhe besoj se është e vështirë sepse Kurti jam i bindur që edhe pas këtyre rezultateve do jetë faktori kyç vendimtar, sepse shumicën prap duhet edhe pjesëmarrja e tij, mendoj unë që të mund të zgjidhet presidenti, pra jemi akoma në një lloj situate remi ose pat. Por ajo që dim është që kësa radhe zgjedhjet më shumë janë për institucione, për stabilitet, për krizë, se sa kanë qenë si të kaluarën të ngarkuara me retorikë nacionaliste, me pretendime për veriu, për dialogun, për marrëdhënien me Serbinë. Pra kjo është një gjë e mirë në farë mënyrë, sepse është i krim këpësa e stabilitetit institucional, fakti që kemi brenda 18 muajsh kemi zgjedhjet e treta, fakti që Kosoja po ndihet shumë të çepë qytetar, ekonomia që perspektivë, kanë fituar temë, ka fituar më shumë domethënie përtej çështjes së Serbisë. Pra, kushtat u dominua më shumë nga çështjet e brendshme dhe kjo ishte e mirë pritur në fundit, sepse ishte një lloj shfryrje e populizmit që është parë në zgjedhjet e mëparshme. Ngjelet për të parë janë rezultatet e tanishme ose të dhënat e tanishme janë disi e votës së diasporës patëm një rritje të pjesëmarrjes, qoftë krahasuar me dhjetorin e 2025-s, po edhe krahasuar me shkurtin e vitit kaluar, pra janë diku te 30.000 më shumë, diku te 20.000 kanë marrë pjesë duke votuar për konsullata, pjesa tjetër pastaj me postë, po janë diçka tek 20-30.000 më shumë se sa shkurti i vitit kaluar. Por nga ana tjetër shikojmë këtu një pjesëmarrje pak më të ulët, po shikojmë që të dhënat e fundit që janë orës 3 tregojnë që pjesëmarrja në votim deri në orën 3 ishte diku te 8% më pak se sa në zgjedhjet e vitit kaluar. Atyre shifrave do t'i referohesha në kuptimin që ka një ulje të pjesëmarrjes në zgjedhje, po mbetet për të parë deri në orën 19 se si do të shkojë deri në fund. Adri, duhet të pyes pak për këtë sjelljen e listës serbe, është e shpesht, është e përhershme fakti që serbët në veri të Kosovës votojnë në grup, do të thotë kjo diçka? Së pari njerë ke drejt që ka një rënje pjesëmarrje, por kjo është edhe një natyrshëm, pas 3 cikle zgjedhore, brenda një kohe të shkurtër, lodhja elektorale është e dukshme dhe ka një lloj sfiliti, se cilin krah opozitën apo mazhorancën rëndon ose dëmton, ose përmirëson ose favorizon, nuk e di ta them të gjë, por ka një rënje dhe kjo është e kuptueshme që ka një lloj zhgënjimi në përgjithësi ndaj elitës politike. Për sa i përket serbëve të veriut, ajo dihet tashmë është fakti i njohur që ata kanë qenë në farë mënyre të kontrolluar, për mos të shantazhuar nga strukturat paralele për i kohë gjatë edhe nga Beogradi. Një pjesë e mirë e tyre kanë detyra, marrin rroga nga Beogradi, bëjnë punë të dyfishta. Kemi parë të kaluar që kurdo që ka guxuar të kandidojë ose të futet në proces elektoral pa miratimin e Beogradit, ku Beogradi ka udhëzuar ata që ka zuar që të smangin institucionet ose zgjedhjet e Kosovë, kemi parë që ata janë kërcënuar, janë vendosur bomba, kanë hasur presion. Pra kjo vën pikpyetja të pretendimin e qeverisë deri tanishme se e ka vënë e ka çluar edhe e ka vënë kontroll, sepse fakti që këta banorë shkojnë kaq të organizuar, të rregulluar në një për të votuar një grupim partijak i cili është krijuar, paktzuar edhe drejtuar nga Beogradi, le të kuptohet që prezenca e Beogradit aty është e bollshme në forma nga më të ndryshmet, duke filluar nga prezenca e strukturave paralele që i kërcënojnë por edhe nga mundësia financiare që kanë për të shantazhuar me rrogat që marrin nga Beogradi. Kështu që kjo është një déjà vu, në aspekt është një panoramë që kemi parë në të kaluar. Një pyetje e fundit që lidhet me, po themi, këtë parashikim që kemi bërë shpesh herë, edhe në drejt kisha një komunikim me një tjetër njohës të zhvillimeve politike në Kosovë, të cilët flasin për një tjetër proces zgjedhor që pritet të vijë shumë shpejt. Ti si e sheh? Po këtë drejt që e vë këtë gjë në duke, sepse pyetja më e rëndësishme sot nuk është kush fiton. Pyetja është nëse rezultati do mund të prodhojë një qeveri të qëndrueshme dhe një shumicë qëndrueshme institucionale për të
për të shkuar në mjaftueshëm konsensus të gjerë që të zgjedhin presidentin. Pra, sepse Kosova ka më shumë nevojë për stabilitet sesa për zgjedhje, ka nevojë për qeverisje dhe demokracia nuk marrë vetëm me fituesin, por edhe me gatishmërinë për të bërë kompromis pas zgjedhjeve, gjë që kemi parë më para që s'ka ekzistuar. Prandaj stabiliteti në farë mënyre është kandidati i paktësuar i tyre dhe në këtë aspekt ka një rrezik, ka një frikë të madhe që nëse vazhdohet me këtë lloj mungese vullneti për të bashkëpunuar, për bërë kompromis, për të hyrë në UID, për të dhënë vendit një president funksional, pas shkojmë në një lloj kolapsi të ri dhe problemi është që edhe rreziku është që kushtetuta është krijuar me bindjen edhe me aktor racional. Nuk është krijuar që të funksionojë me aktor obsesionist që refuzojnë në zore thanë me ndërtu raporte, bashkëpunim, UID, kompromis, konsensus. Dhe në këtë aspekt rreziku që ekziston për Kosovën i madh është nëse këto zgjedhje nuk sillin një konstelacion politik, një strukturë partijake prezente në parlament që ta nxjerrë vendin nga kriza, mund një krizë kushme, paparashikueshme, sepse mandati i presidentit në detyrë, pra ushtruesi i detyrës, që është ish kryetari i kuvendit, që do të thotë se në qoftë se nuk është zgjidhur një presidenti të brenda 6 muajsh, futemi në një vakum, në një humner ligjore, sepse s'do kemi asnjë zyrtar në mënyrë legjitime të zgjedhur dhe funksional, edhe kjo e fut Kosovën në një limbo pa precedent, domethënë është një akt shumë i shëmtuar i papërgjegjshmërie, edhe vend pikpyetje shënimin ligjor të shtetit, pra sigurinë ligjore të vend, kështu që shpresoj që ai të shmanget, sepse hyrjes së vërtetës nëse bëjmë këtë gjë, ose dhe kaq sa ka ndodhur me këtë instabilitet në Kosovë, ne kemi ushqyer shëmtuar ndaj shqiptarëve, narrativa kryesore historike ndaj shqiptarëve ka qenë që janë të paaftë të qeverisin edhe të ndërtojnë institucione edhe të funksionojnë në mënyrë normale. Dhe fakti që ja kemi dalë ta përmbushim me këtë mungesë aftësie për të dhuar stabilitet dhe institucione ligjore funksionale, dekurajojmë shokët tanë, miqtë tanë, partnerët tanë ndërkombëtar, por dhe ushqejmë armiqtë e Kosovës, të cilët e shikojnë si provë paaftësinë e elitës shqiptare të Kosovës për të të ngelet potencial i largët edhe të jetë më shumë një fantazi se sa një realitet. Adrit, falenderoj shumë për këtë komunikim të drejtë për drejtë, gjithsesi ka edhe rreth 1 orë 30 minuta kohë për qytetarët në Kosovë që të votojnë. Përshëndes.